Ideja ka nisur, do të theksoj që ideatori ka qenë profesor Timo. Ai ka pasi mirësi shumë të hershme me zotin Ismail. Timo Floko. Edhe falti edhe unë kam pas disa takime shumë, jo shumë të shpeshta, po kam pas disa takime me të, po dhe Juvenilja. Edhe profesor Timo ka goxha kohë që diskuton, që kur ka qenë zoti Ismail gjallë, më thoshte bëj një bocet, bëj disa skica, ti shofi, t'ja tregojmë, ka dërguar gjithë kohës materiale, kështu që ndoshta është gabim të them ka zgjatur një vit procesi, se ideja ndoshta ka mbajtur shumë gjatë, edhe kam qenë me këtë frymën me këtë peshën e ngarkesës që do e realizoja. Është konkretizuar, mendoj, para një viti, kur zoti Ismail kishte, si të thuash, një vjetorin e vdekjes në Korrik, mos gaboj, një Korrik. Aty ishte po profesor Timo që takon një grup miq sërish ti, edhe aty, si të thuash, mori jetë ideja. Projekte, po. Një nga pjesët më të vështira, karakteri ti, si të thuash, kapjen karakter, po mendoj më shumë ka marrë kohë edhe mendim i qëndrimi i tij, edhe si të thuash psikologjia që kanë dashur t'jap figurës, mesazhet që kanë dashur t'jap me të. Nuk doja thjesht ishte në karakter të gjande aty, po të kishte edhe posturën e tij. Doja të paraqisej një njeri të mendimit, një njeri të madh siç ishte ai. Edhe ka qenë një proces shumë i ngarkuar.